Ende fëmijë, vetëm 18 vjeç, Eliona la shkollën për Big Brother VIP, një zgjedhje e rrezikshme mes famës dhe së ardhmes. Banorja më e re e Big Brother VIP Kosova, Eliona, vetëm 18 vjeç, ka zbuluar se për të hyrë në këtë format ajo ka marrë një vendim që ka habitur shumë kënd. Ka shtyrë shkollën për një vit të tërë, duke lënë mënjan arsimimin për të fokusuar te fama dhe ekspozimi që sjell Big Brother VIP. Ajo u shpreh se I ka mbetur edhe 2 vite të shkollës, të cilat synon t'i përfundojë më vonë dhe më pas të vazhdojë fakultetin. Mirë po fakti që një vajzë kaq e re e ka vendosur shkollën në pauzë për një reality show ka ngritur shumë pikpyetje. Kjo situatë ngre një problem serioz që po prek gjithnjë e më shumë të rinj, rrezikun që sjell obsesioni për famë. Reality show-t po bëhen gjithnjë me influencë brezi I ri, duke krijuar iluzionin se fama është një rrugë e shpejtë drejt suksesit, luksit dhe vëmendjes publike. Por shpesh, kjo vëmendje është e përkohshme, e pashëndrueshme dhe nuk zëvendëson kurrë arsimin, profesionin apo ndërtimin gradual të një të ardhmeje reale. Të lesh shkollën në moshën 18 vjeçare për disa muaj famë është një risk I madh, sepse ekspozimi televiziv zgjat pak, ndërsa pasojat për të ardhmen mund të zgjasin gjithë jetën. Fama e shpejt vjen pa garanci dhe pa siguri financiare. Rikthimi në rrugën e arsimit, pas një pauze shpesh bëhet më I vështirë. Shumë të rinj, pas reality show-ve, mbeten me zhgënjim dhe pa drejtim të qartë profesional. Presioni psikologjik I rrjeteve sociale dhe kritikave publike mund të jetë I rënd për një moshë kaq të brisht. Vendimi I Elionës është një pasqyrë e qartë e fenomenit të rrezikshëm që po përhapet. Të rinjt po e shohin famën si qëllim, jo si pasojë e punës, talentit apo arsimimit. Big Brother mund të jetë një eksperiencë interesante dhe një mundësi e re, por asnjë format televiziv nuk duhet të bëhet arsye për të braktisur ëndra të qëndrueshme, sidomos kur ato lidhen me shkollimin dhe të ardhmen. Ky rast shërben si një kujtesë e fortë për të gjithë, fama është e përkohshme, por arsimi është ai që të mban në këmbë për jetën. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!